Pa takimin e Durrësit kam dëgjuar dhe deklaratat e protagonistëve. Auloni kërkon dhe ka një filozofi të qartë, konkrete dhe minimaliste, nëse mund ta etiketoj kështu. Deduksioni dhe distilati i takimit s'ka lidhje me kërkesat e Aulonit. Ka në agjend tjetër. Dhe një pyetje që kisha parë për Aulonin është, duke parë mënyrën se si po spinohet nga mediat, a ndjen Auloni që ekziston qoftë edhe një rrezik i vogël që qasja e tij po përdoret? Shiko, është pyetje shumë interesante, me thënë drejtën, dhe kam bë analizë edhe me veten, edhe me demokratë cilët më kanë votuar, cilët kërkojnë dhe arsye pse unë shkoj ose pse nuk shkoj, pra janë të ndara. Unë Flavio nuk përdorem dhe unë duhet bëj një sqarim publik, domethënë nuk jam as i Sali Berishës as i Ervin Salianit, unë jam Ylli Kalas. Kjo është e para. E dyta, dhe nuk duhet zhgënjej asnjë nga demokratët e mi dhe qytetarët, pra demokratët janë parët, pastaj qytetarët, të cilët përtej demokratëve na kanë dhënë votën dhe u arrit dhe fitoria atje. Unë nuk jam në këtë forum, se s'po them, s'ta thash, nuk është parti, as lëvizje, as fraksion. Unë po e quaj forum. Forum debati, më kemi dhënë menimet tona. Nuk jam që dikush t'i zej vendin dikujt. Në rast se kjo çështje çohet për emra konkret, unë i pari ngrihem nga tryeza, sepse në tryeza mund të them tani që po bëhet për kaq. Fal, nëse unë do ta vërtetoj këtë gjë, unë jam i pari që lëviz nga kjo gjë, sepse unë rri për parime dhe parimet e mia janë këto.